Pej ku e kemi kolegën tonë Arlinda Hoti bashkë me Artan Hasani. Përshëndetje Arlinda, që është atmosfera në Pej? Përshëndetje Ili, njëjtë si që filluat edhe ju me pozitivitet, dua të reflektoj edhe unë tek shikuesit e Kanardit, një mirëmëngjesi dhe përshëndetje për gjithë, dhe më shturoj këtë proces zgjedhor që të shkoj me rregull, dhe nga këtu, nga qyteti më i bukur i Kosovës, Peja, s'di nëse mund ta cilësoj ashtu, por Peja është shumë e bukur sot, është shumë e qetë, po të mos ishin këta qenë enda cak që të na pengojnë këtë transmetim, si që pyetet edhe më herët se ku po dëgjohen, atëherë ju them se në Pej. Peja po duket e qetë për nga moti, pra mbretëron mot shumë i mirë, temperaturat lëvizin nga 9 në 17 maksimalja. Ne do të qëndrojmë këtu gjatë tërë ditës për të raportu sa i përket procesit zgjedhor, sa i përket votimit qytetarëve të Pejës. Si që dim, qyteti Pejës ka rreth 120.000 votues, cilët do të votojnë në 30 qendra të mëdha të votimit, cilat kanë 139 vend votime. Pra në qytetin e Pejës, për gjitha do flasin, por për sigurinë, sigurisht që kemi personin kompetent në komunën e Pejës. Bëhet fjalë për zëdhënësin e policisë Kosovës në Pejë, zotrin Fadil Gashi, i cili do të na jap informacione sa i përket si do të rrjedh dita sot, si janë organizuar policia e Kosovës këtu në Pejë. Zotri Gashi, përshëndetje dhe faleminderit për kohën sot. Përshëndetje. Si është organizuar policia e Kosovës? Policia duke uzuar, do thotë, si pas urdhrit operativ që ka pranuar nga drejtoria e përgjithshme, ka vënë të gjitha planifikimet dhe zyrtarët policorë janë, do thotë, të gjithë në qendrat e vendvotime në afërsi në pika, sipas planifikimeve, çdo gjë është në rregull të shkruar, qetë. Si që ndodhë zakonisht, Peja nuk është fort qytet problematik sa i përket ditës së zgjedhjeve dhe organizimit. Si thoni edhe ju? Po në bazë të praktikave nga zgjedhjet e kaluara, do thotë çdo herë kemi kaluar qetë mirë, po shpresojmë se edhe kësaj herë do të kalojmë qetë mirë pa ndonjë incident. Po sa i përket ekipeve, a keni shtu diçka apo si zakonisht do të që ka dhe ma herë, do thotë në bazë planifikimeve. Kemë bo planifikimet, jemi parashikuar, kemi pas sa është e nevojshme, kemi staf zyrtar policor të mjaftueshëm, gjitha pikat janë mbulu, çdo gjë është në rregull. Faleminderit shumë për kohën dhe mundësinë që takohemi bashkë. Linda, besoj që pra, ishim me zëdhënësin e policisë për rajonin e Pejës, zotrin Fadil Gashi, me cilin diskutua më shumë sa i përket organizimit edhe sigurisë në qytetin e Pejës. Për ndonjë incident, eventualisht ne do bashkëpunojmë sërish me policinë e Kosovës dhe besoj do jemi në secilën qendër të votimit nga ku do raportojmë për çdo ndodhi atje. Vlen ta theksoj po ashtu se ne nuk do raportojmë vetëm nga Peja dhe sigurisht nga kjo hapësirë nuk do lajmërohemi me sot gjatë ditës, pasi do jemi në çdo cep të Pejës, do takojmë qytetarë shumë, do flasim me persona të rëndësishëm të qytetit e Pejës, me cilët do ofrojmë intervista, pse jo edhe jashtë këtij zhargoni